Mjaftojnë pak orë reshje Shiru dhe rrugat Mark Ndou dhe Radohina në zonën informale pas stacionit të trenit në Shkodër, përmbyten nga uji deri në një lartësi mbi 30 cm, siç e tregojnë edhe filmimet e kësaj kronike. Infrastruktura në këtë zonë, si ajo rrugore ashtu edhe ajo e shërbimit të ujësjellësit, është rregulluar vetëm pjesërisht, duke mbetur projekte të përgjysmuara, siç shprehin shqetësimin edhe vetë banorët. Ata theksojnë se, sidomos gjatë dimrit, përballen me kushte teje të vështira, ku uji, gropat dhe balta janë një dëshmi e përditshme e këtyre problemeve. Shqetësim është me të thënë drejtën, se këtu është shtru privat, prej këtu edhe deri te dera aty ku hyjnë është privat, me të thënë drejtën. Pjesa tjetër atë si shifet kanë pa fillu punimet vjet par vjet, i kanë lënë gjys atje në gjys rrugës, kanë ardhur deri do as kanë bën kanalizim as asnjë. Pjesa atje po ta vini re, atje bjen shi don një javë me radhë dielli edhe me ikshi ose nuk ka hiç domethënë met aty ujë në asfalt komplet. Është shumë problem me të thënë drejtën. Sidomos kjo pjesa prej atje ku ka përfunu asfalti i ri që ka ardhur deri këtu, deri në fund është jashtëzakonisht problem. Është problem. Personat që s'kan makinë, po thonë se jo gjithkush ka mundësinë me pas makinë, po edhe ata që kanë makinë kanë problem. Se i ditë me u prish, i ditë s'munet me dal, fëmijët e ples normalisht, ajo diskutohet. Edhe jo çdo kush ka mundësi me pas 2-3 makina, se i makinë kanë në shtëpi, çon fëmijët natën në shkollë ik për vetin punë, plaku me në shtëpi, fëmijë vogël, gruaja diçka. Aja detyrimisht taksiat nuk vinë se disa janë elektrike, thotë nuk vim, nuk him në atë rrugë. Kjo zonë nisi të popullohej pas vitit 1991, me familje të ardhura nga zonat e thella malore. Janë së paku 200 familje, për të cilat investimi kryesor ka qenë sistemi i furnizimit me energji elektrike dhe rregullimi i rrugës kryesore, ndërsa për segmentet e tjera dhe furnizimin me ujë të pishëm, projektet e investimeve kanë mbetur përgjysma, me shpresën për të rifilluar sot e nesër, por pa asnjë zgjidhje konkrete.